Ne kemi një pyetje socio-psikologjike. Çfarë është pafytyrësia? Çfarë është pafytyrësia? Është poshtërsia, është gjithçka është. Keqe mos më keq me. A ka pafytyrësi? Po je sa të duash. Ka. Me tonelata. Me tonelata. Sa të Po duash. çfarë është smundje ngjitse kjo? A është smundje konsiderohet si Po smundje? edhe ashtu mund të vijë. Ngjitet, edhe ashtu Po ngjitet. si mund ta luftojmë këtë pafytyrësinë? Duke distancuar prej tyre, s'ka tjetër. Po me këta që bëjnë operacione për shembull plastike në fytyrë. Ata janë kundra Zotit, janë jo besimtarë. Jeni kundër atyre? Unë jam kundër atyre, patjetër. Pse? Po Perëndia mua edhe ty na ka bërë kështu, bukur fare. Ka më mirë. Bie që ne mos jemi dakord me krijuesin apo? Patjetër, jo me krijuesin, me ata që bën ato gjëra. Jo, mos jemi ne, jo me këtë si çka thonë. Ne jemi dakord me krijuesin. Ata që bëjnë këtë, bie që mos jenë dakord me krijuesin apo jo? Patjetër, po. Po, një rast për shembull, një shembull që ju është dukur e paftyr, është dukur pafytyrësi, le të themi. Ka te politika sa duash, po s'dua ti Zadysh politikë. ti zë një nga një. Marr një rast tjetër që ka të bëjë në jetën tonë përditshme. Ju kafe konsumoni, pini kafe? Po, patjetër. Për shembull, shërbimi i kafes pa ujë për shembull. Si e kafen pa ujë, a është pafytyrësi kjo? Nuk është pafytyrësi, po është mungesë, ça duam pa ujë, ça me ujë, mungesë edhe shërbimi me fjalë, jo korrekt në shërbim. Po kafe ose më ka bërë përshtypje gjithmonë. Pihet kafe, normalisht e ka edhe shijen e vet. Po ka nga ata që e shoqërojnë me ujë direkt. Po. Pi kafen, kthejnë ujin direkt. Dhe hollojnë, se nuk e durojnë dot ata hidhërimin e kafes, më të thash. Çfarë është pafytyrësia për ju? Po tani si ta shpjegoj, pafytyrësi kur një njeri nuk është i ndërgjegjshëm, nuk është i ndërgjegjshëm. A ka këtu pafytyrësi për shembull në Shqipëri, ka shembuj Do më falësh mua se s'jam për të punë. Çfarë duket e paftyr? Çfarë do thot pafytyrësi? Pafytyrësi njerëz i moral i parasysh ferma. Pa moralshëm. Po. Po kjo është ajo që është i paftyri. Pra pafytyrësi, çfarë duket për shembull nga ky njeriu që është i paftyr? Çfarë është ajo që bën ai që është pafytyrësi për shembull? Veprimi që bën ai. Një veshje Veshja, që nuk duket domethënë. Po, me syrin. Po ka lidhje me veshjen apo nuk ka me Ka lidhje me fytyrën, veshjen pa fytyrë që me vesh dalë kë me fytyrën. Po këta që bëjnë operacione plastike për shembull fytyrë. A ikën pafytyrësia nëse ti bën operacione plastike? Tash kjo varet jo se jam unë mjek, po. Jo, si e shet ti si nga ana estetike, si ekspert i të shikuar, kritik. Po që djegë e ka të drejtë, këta që e kanë kështu bëjnë vetë me tatuazha bullike, ka bëjnë djegë. Pra ti e lidh me anën fizike, materiale, pra jo me gjestin e veprimin e hajde, bujo. Gjesi veprimi dhe kjo që thash dali kështu ka besu. A është e paftyrë nëse paftyrë s'ka ftyrë, si det ti mua si ta them unë si ta shpreh. Po nëse një lokal për shembull ti porosit kafe dhe ti ta shërben kafen pa ujë. A quhet pafytyrësi kjo? Pafytyrësi turp. Turp. S'kan çibilet. Nuk e çfarë ti thosh domun. Jo, sa janë më fal. Edhe duan vetë lokal ujë edhe porosit kafe si ujë. Ose prit një orë, prit për dale. Jo, a i ke fare, ose a i the, hajde këtu, nuk e dua fare. Po i ka? Hajde. Kjo është ajo, pafytyrësia. Gjithë secili do ta shohë në këndvështrimin e tij se çfarë është e pafytyrë dhe kush është. Edhe ti je një nga ata njerëz që je i paftyr, mo, si ka mundsi jo mos u përgatit fare. Po prit më vëllaz. Ja, çfarë thotë. Si ka mundsi më plak, shku ke marr pjesë atje se na ke degeneru, na ke delenis, na ke bën, na ke. Po jam themelusi më vëllaz, si mos marr pjesën aty. Si e themelusi? Po themelusi LGBT-s, ha. Aha. Tunja tjetër. Tunja tjetër. Po si jeni? Çfarë teme keni sot? Mirë, sot flasim për pafytyrësinë. Pafytyrësinë? Po, kur e dëgjon e sheh, kur e sheh e prek, dhe kur e prek çfarë ndjen? Dhe kur e ndjen çfarë mendon? S'të pëlqen. S'më pëlqen pafytyrësia. Çfarë bën pastaj kërkon diçka tjetër? S'më pëlqen mua. S'të pëlqen. Pafytyrësia. Kjo ishte. Po si ja bën domethënë? E Që zgjidh me veten apo e zgjidh me ndreqësh njerëzit? Kështu janë njerëzit. A ndreqën njerëzit? Nuk ndreqën. Po veten kanë ngel komunistat tërë jetën. Edhe nuk flitet ma. Komunizëm në qendër Tiranës e ke. Tjetër çfarë? Ju jeni kundër komunizmit? Kokë kam. Pse? Po jam. Po ne kemi shkuar, Ku shkuam? Hajde.
E sheme, ja, kemi plot, kemi analistët tanë. Krejt pa fytyrësi janë bo, krejt shqiptarët. Po shive, duhet të tregoj një video të bukur. Po, Shive si është kjo pjesa këtu, për komunistët. s'njoj gjë. Ja tani. Merita e Enverozhës është e pa diskutueshme edhe e pa mohueshme. Ai do të jetë sot dhe në të gjitha kohrat për neve pishtari i jetës dhe i lavdis tonë. Për ministrin e Mbrëmshëm? Po, ministrin për Enver Hoxhën. Po këta janë komunistat e hershëm. Këta të tanishmit, po kanë ardhur këta enverogjistat e tjerë. E keni për këta të rit ju? Kanë ardhur enverogjistat e rinj. Të rinj, po, çfarë mendimi? Më bëni një analizë. S'ke, nuk. Pse jeni kundër këtyre? Shqipëria po merr zhvillim tjetër. Çfarë zhvillimi ka marrë? Shive, sa bukur. Çfarë? Me turistat do na ushqejnë neve? Turistat? Po, sa bukur. Turistat ushqejnë ato hotelet, ato Bregdeti, ato lokale, çfarë janë ata? Po. Neve, Çat mirë është ka turizmi në Shqipëri, për shembull. po sjell pra ato Veç për lokale, për të hotelet, për këto. Po investojmë, lejnë pare këtu. Tjetër? Tjetër asnjë Nuk gjë. sjellin gjë tjetër. Çfarë do sjellin tjetër? Çfarë do sjellin gjë tjetër? Po, asnjë gjë tjetër nuk kanë sjell përveç turizmit, për shembull. Asnjë gjë. Ato komunistat e rinj, si thoni ju, pse? Pa, ngopen komunistët. Nuk ngopen, ë? Ngopen. Ngopen. Do ngopen, ka marrë mandatin e 4 tani. Mor do marrit 5-tin ai. Do marr 5-tin. Si mbas mendjes tonë. Po pse kështu? Po pse kështu jemi popull bakti. Jemi bakti. E ka fajin populli, thoni ju? Nuk e ka fajin to? Po, ne jemi mrapa botës. Mrapa jemi. Me shumë. A di pse jemi mrapa botës? Ne s'kemi pas shtet. Asnjëherë? Asnjëherë. Vetëm Enver Hoxha e vuri edhe atë me diktaturë. Ka qenë shtet atëherë, pak të vuri, kishte shtet atëherë. Po, kishte shtet. Tashti, çfarë shteti është ki? Nuk të mbron kërkush. Por erdhën të Europës me 47 vete. Po, çfarë bën ata? I sodi ai për ta ngardhikë? Pse i sodi për neve? Me shit porda. Sa i kishte? Sa i kishte? Sa i shitit të më? Sa shit, ku duhen të qatoj? I ka vëllet shpime, Ju nuk jeni kënaqur, a mendoni se Shqipëria të futet në Europë 2030? Jo. Jo. Se besoj. Nuk e beson. Ne jemi në Europë. Po jemi si shtet, por jo se po na... Po nuk... Këta vetëm e përdorin këte. Ramën edhe Shqipërinë. Do shikoj shti kur ta bëjnë kazan plerash. Do bëhet kazan plerash. Kazan plerash. Në shkuptime thua këto, se sa arrim ta kuptojmë. S'kan ku t'i qojnë njerëzit e... Ja, burgjet, kanë fillu me ardhë. Kanë ardhë ata mujahedinët, ato italianët i sollën. Ky Gjermanëve tha prapë kur erdhën tani. Po, do vje, edhe anglezit do ta sjellin. Po si thonë këto, nuk i thonë. Po çfarë do tjetër? Na njihni për të lajmet e reja. Çfarë do tjetër? Ky është fillimi. Po del zakonisht çdo ditë në qendër apo? Po, për ditë. Do dalë çdo ditë. Të na thush të Na thush të informacione. Po ja pra u thash ato që ishin u thash. Nesër prap tjera të reja më të fundit që gjëra që nuk dëgjoni. Do t'i shohim me sy atë. Po, shihen çka kanë gjë, në problem tjetër, në gjë tjetër ka. Ja u thash pra, kazan plerash do bëj. Kazan plerash do bëj. Burgjesh. Po si ta bëjmë, si mund ta ndalojmë, ta luftojmë të pjesë? Shiko. 10 minuta ti. Kur e krijuan Shqipërinë në 1913-ën, si shtet. Po. A 12-ën kur e. Gjë tillë. Po në kët. Po. Kur kaloi komisioni me caktu kufit, po. Komision nga shqiptar s'kishte. Na përfaqësonte një italian. Ç'a bëj? Që ty ku? Se s'na futën në tefter. Nuk na futën në tefter. Pse? Se kemi qenë çobenj. Barinj, si të them. S'na vlerësojnë ne bota? Nuk na vlerësojnë. Nuk na vlerësojnë. Vetëm po ne njëri tjetrin e vlerësojmë ne njëri tjetrin, se hajde bota, se tash edhe këtë e pranojmë. Krejt popullin se ke këtu, unë për kajinën time, kisha plejt, unë jam Dibran. Dibran. Po, ju e keni mbajt njëri tjetër për shembull, Dibra e ka treguar. Jo. Po kishim tek tuk disa kokra në kohën e Enverit. Kishte disa kokra që ishin do ket nga ata që na dëgjojnë edhe thonë ore çe boni kaq zi, thotë se situata nuk është kjo më. Pse flisni keq për Shqipërinë, pse flisni keq për shqiptarët? Komunistat për vete janë në rregull. Po do thonë pse flisni keq për Shqipërinë, për shqiptarët, ne jemi mirë thonë. I ka vënë në vendet kyçe, marrin rroga të majme. Po. Ne me 150.000 pension. Po sigurt merret edhe ju një rrogë, do e thoni këtë gjë?
Po në qoftë se punon për mua, po, do të them të mirën, do të Do them. punoje për këta për shembull. Do e thoje ti këtë qëndrim që kishe deri tani? Qëse do punoje në administrat me këta për shembull, me një rrogë. E ardhmja është e zimt, ndërsa janë komunistët në krye, e kanë mendjen ke diktatura. Po. Mos ta zgjasim kështu. Jo, ideja është nëse ti do ishe pjesë e kësaj administrate. Do flisje, do sigurisht që nuk do flisnja. E pra. Ajo është e keqja. Nuk do e flisje, nuk do e thoj. Nuk do flisje se Po të kërkojmë për i vend pune pra? Mua? Ne. Ka 7 klasë shkollë ka unë. Ja, për kësaj. Po të bëjnë këtë pa klasë shkollë të bëjnë. Erdha, hajde. Të përshëndes, jeni mirë. Çfarë do të thotë pafityrësi? Si? Pafityrësi, çfarë do të thotë? Pafityrësi do të thotë njeri pa pamje njerëzore, Pa pamje njerëzore. e gërsi. Prej ati nuk mund të marrësh asgjë të mirë veç të kia. Kush unë? Prej ati, Aha, prej atij njeriu. Ati Ky është njeriu. paftyrë. paftyrë, Pra ju pafityrësinë e lidhni me atë se çka shihni në pamje apo në veprime, në gjestet e tij. në veprime, në se, veprime. pamjet mund të ketë. Për shembull, ai që ka mund të ketë shqetësime ose ndoshta nuk i pëlqen pamja fizike ose edhe fytyra edhe bën ndërhyrje. A quhet i paftyrë ai? Shiko, një njeri që ka pamje të bukur në fytyrë, ka edhe shpirt të bukur, Ka dhe shpirt bukur. në përgjithësi. Po, në përgjithësi. Po në veçanti jo. Ndodhin raste. Ndodhe raste kjo. Ai që është i shëmtuar, Një veprim që ju duket ju për shembull që ju ka bërë përshtypje dhe konsiderohet që është veprim i një paftyri. Është pafityrësi nga ana e për shembull një rast, një moment ose një sjellje që të ka bërë përshtypje ty. po shumë raste ndodhin, nuk ndodhin vetëm një herë. S'ke asnjë që e ke kështu që e mban edhe të ka dhënë një mësim të fortë. Po kush i kujton plot sa dosh. Kur kamarierët shërben kafen dhe ta sjell pa ujë për shembull. A quhet pafityrësi kjo? Ja, nuk është pafityrësi, është neglizhencë, nuk mund të thoj. Është neglizhencë. Është Po kur e ka si praktik punë dhe mos pa kujdes ose i paft. i paftë, paftësi. Paftësia është tjetër dhe pafityrësia është tjetër. Pafityrësia ka shumë gjëra të këqija. A mundet t'i keti njëri të dyja këto? Edhe paaftësinë edhe pafityrësinë? Edhe bonua ke, Edhe bova ki. ka. Mirë. Kush televizion Ne është? jemi kanali Pisk. Pisk. Kush e ka këtë? Është në YouTube kanali Pisk. Siç është puna. A është puna Pisk? A ndodhet? Gjendja ku jemi ne, për shembull, si është e përgjithshme. A kemi punët Pisk? Po, edhe keni pisk. Jo, ne jo. Përgjithësi ju për shembull në jetën tuaj, Shqipëria, shqiptarët. Jo. Jemi mirë. Pisk është puna njeriu që kur lind. Që kur lind. Derisa të vdesi e ka Pa pisk. mundohet që ta zgjidhë, le të themi këtë piskun, Herë zgjidhet, herë nuk zgjidhet. herë zgjidhë, herë nuk zgjidhë. Nuk është se e ka të vazhdueshme atë. Pra ka Absolutisht. herë po, herë jo. Njeriu në jetën e tij mund të nisi mbar shumë, mund të përfundoj shumë keq. Po mund të nisi shumë keq dhe mund të përfundoj shumë mirë. Topi është rrumbullak, të rrotullohet. Dhe i prek gjitha. Gjitha ngjyrat. E pa mund rrallë të shpëtoj njëri. Me qenë se hapëm te dhe shkoj shumë natyrë, shumë biseda në këtë pikë. Çfarë është ajo gjë që ju bën ju të gëzoni? Në këtë moshë që jeni. Në këtë moshë desha një gjë. Sidomos për rinin. Për fëmijët, Për rinin, për rinin. që janë nën 50 vjeç. Pa? Të luftojnë, të mundojnë. Po edhe si kur të sakrifikojnë diçka ndaj vetes, jo të sakrifikojnë jetën. Po, të shkurtojnë diçka vetes, po prindin mos t'i harrojnë. Mos harrojmë prindërit. Për disa arsye. Prindi që kur bëhet prind, ditë e natë mendon për atë të fëmijë, si do e rrisi sa më mirë, me shërbime, me ushqime, me të gjitha çfarë ekziston mundësia. Se
Të gjithë nuk i kanë mundësi njësoj. Po. Kush më pak e kush më... Po, prindi mendon më të mirën e mundshme. Po. Dhe bën çmos ta realizojë. Përpiqet. Le dhe jetën.